e fundit është vënë re një ndryshim, le të themi, i isopolifonisë apo polifonisë që quajnë disa dhe disa të tjerë mbajnë teza të kundërta, por është vënë re fakti që shumë prej këngëtarëve, atyre të cilët angazhohen në këtë sektor, kanë filluar dhe i këndojnë jo më asaj fokusit të traditës për vashën, për natyrën, për Shqipërinë, për vendin, por kanë filluar i këndojnë diçka e më të re, po them këngë për Big Brotherin, këngë për politikën, këngë për aktivitete ndryshme. Mendoni se kjo gjë është e mirë, është e drejtë dhe në radhë të dytë, a ka sjell kjo le të themi një çekulibrim të gjithë trekut të isopolifonisë? Po nga eksperienca që kam në shumë vite që po merrem me trashëgiminë shpirtërore në veçanti dhe me atë kulturore, do t'i ndaja në dy momente këtë zhvillimin e këngës tradicionale, domethënë basë ndryshimit të sistemit, do të veçoja ato vitet e para, kam parasysh këtu 92, 94, 95, kur mendohej se kjo këngë që kishte ardhur kështu si një tradit, edhe që në shumë zona kjo ishte mbizotruese në kulturën tradicionale, në jetesën e këtyre njerëzve, do të shuhej apo do të kalohej në një asfiksim të saj, dhe ndoshta me këtë arsyetohet edhe lindja e disa grupeve, po kam parasysh këtu grupin Dallëndyshja është grupi i parë që është krijuar i drejtuar nga një regjisor Kondo Kondi me origjinë nga Kuçi i Vlorës, po që banonte në Tiranë. Pastaj erdhi Asambli Labëria në Vlorë me një shpëtim Aliraj dhe ky një dashamirës i këngës së folklorit për të vazhduar mëtej pastaj me Asamblin Çipinit Tomon Lelos, me grupin Bilbili që e kam menaxhuar unë prej 94-s, e kështu me radhë. Pra kjo është ajo faza që unë këto i shikoj si një përpjekje për t'u gjendur këtyre ndryshimeve. Do të flisja pastaj për fazën tjetër që erdhi ajo e zhvillimeve të mëtejshme që u konsolidua në përgjithësi, u mor vesh që kënga nuk do të shuhej, sepse nuk ka si shuhet një traditë edhe një po themu një produkt shpirtëror që vjen edhe si trashëgimi. Dhe këtu ndërsa më gëzon fakti që kanë lindur shumë grupe, ka një interesim edhe nga mosha të reja, natyrisht nuk ka se si të mos të më bjerë në sy, apo të mos e vrej që këtu ka pasaj edhe degradime që i bën kësaj këngë, ka një lëvizje të fortë, do të thoshja unë nga ajo tradit, sepse kënga ka ardhur si një nevojë shpirtërore për të shprehur natyrisht ato zhvillime të kohës, siç ka qenë edhe në mungesë të aktiviteteve të tjera, po them kulturore të kohës, dhe kënga ishte ajo që i shprehte në dasma, në gëzime, në muhabete, në tavolina, në tryeza, në sofra tradicionale. Gjatë takimeve elektorale pushtetar të niveleve të ndryshme me këngë. Shiko, këtu unë do ta lidhja me një gjë, që padrejtësisht kënga është kthyer në një mall tregu, kështu do ta konsideroja unë, dhe kjo asesi nuk mund të mirëpritet, paktën nga ata njerëz që kanë njohur këngën, fuqinë e këngës dhe çfarë ajo ka shprehur, e kupton, jo në vite, në dekada, po në shekuj, dhe pastaj kur kalon në tema të tilla që unë do t'i quaja tema të ditës, këto nuk i bëjnë mirë këngës, sepse nuk i bëjnë mirë trashëgimisë, nuk i bëjnë mirë traditës. Absolutisht, ne kemi këngë të bukura lirike, ne kemi këngë të bukura epike, historike, kemi legjendat tona, kemi të gjitha zhanret e dukurisë tradicionale e shpirtërore, ne i kemi dhe ne asaj duhet i bëjmë hizmetin. Dhe unë është të humbasin traditën? Shiko, në rast se nuk do të ketë një thirrje, po them unë, dhe një përkujdesje në këtë rast edhe nga institucionet, që të paktën
ne kemi detyrim tani që këtë vlerë që është edhe e shpallur edhe si kryevepre trashëgimisë gojore të njerëzimit, sepse duhet ta themi, këngë polifonike ka në të gjitha vendet, ka sa të duash, të rralla janë bile ato shtete apo ato kombe që nuk e lëvrojnë polifonin të kënduarit pra pa instrumenta. Por vetëm ne shqiptarët jemi shpallur si kryevepër dhe jemi shpallur pikërisht për veçoritë që kjo këngë ka. Në rast se ne pasaj e degradojmë këtë, atëherë kjo nuk është më ajo kënga që është vlerësuar edhe nga institucionet, po themu prestigjioze të kulturës botërore, siç është UNESCO në këtë rast. Kështu që pikërisht këtu duhet vendosur ai filli ku që duhet i ndaj këto probleme. Ju e preket edhe pak vetë, duhet më tepër mbështetje, le të themi për artistët edhe nga pushteti, po flas ai lokal dhe ai qendror. Shiko, para se të them këtë, unë do të thosha që duhet të jemi të kujdesshëm në një gjë, duhet të dallojmë kur kjo këngë ftohet nga institucionet, apo nga grupe shoqërore, apo po them në një ditëlindje, në një dasëm, në një fest. Kjo po, duhet të shkosh edhe pse jo, edhe të marrësh mbrapsht atë punë që ti bën e tjera si gjithë vlerat e tjera. Po në rast se ne këtë pasaj e kthejmë një këngë që dikush porosit atje, dikush porosit këtu, dikush për një gjë, dikush për një gjë tjetër, atëherë këtë këngë ne e kalojmë tamam sikur jemi në një treg të gabit. Dhe të arrijmë që ne të orientojmë këngën tradicionale në këtë drejtim, do të thotë që i kemi bërë një dëm të madh, jo thjesht asaj treve që këndohet kjo këngë, po i kemi bërë një dëm të madh kombit, sepse këto janë inde të drejt për drejta të trashëgimisë kombëtare. Pra këtë duhet mendojmë. Kështu e lidhur me pyetjen tuaj, unë do të thoshja që vërtet sot është e vështirë, sepse këto janë edhe krijime, po janë edhe mënyrat kënduari shpirtërore, domethënë mblidhen njerëzit, ata që u jepet për këtë punë, sepse jo të gjithëve u jepet, dhe hajtë të bëjmë një këngë, hajtë të këndojmë një këngë, kjo mund të jetë edhe e formatuar pastaj në një grup apo në një asambl apo një gjë tjetër. Dhe kjo duhet ndarë nga ajo përkujdesja që institucionet e shtetit duhet të tregojnë. Unë për shembull mendoj që ky është rasti që shteti të tregojë përkujdesje. Kur ai organizon një festival, po themu tipologjik, apo organizon një festival të kësaj natyre, ku zhvillohet ky festival me këtë produkt shpirtëror që e mbartin dhe e interpretojnë këta njerëz, atëherë këtu shpërblimi duhet të jetë ai që meritojnë. Dhe jo të jetë një shpërblim siç po ndodh deri tani, një shpërblim për të gjendur, e kupton, duke i dhënë një darkë apo një drek, që edhe rrugët për të ardhur atje në vendin që zhvillohet ky aktivitet duhet t'i gjejnë vetë, t'i paguajnë vetë. Këtu se s'bën, shteti duhet të vendos standarde në pagesë, sepse nuk është talli se ne këtu paguajmë një bartës caktuar apo një grup njerëzish. Ne këtu investojmë për trashëgimin tonë shpirtërore. Dhe nëse këtë trashëgimi ne duhet ta mbajmë, duhet ta gëzojmë edhe si amanet të brezave, ne duhet të investojmë. Po investohet pikërisht në këto produkte që i shërbejnë kombit në radhë parë, i shërbejnë ardhmërisë dhe jo raste pas rasti e kupton dhe pretendojmë që pse nuk po vështron njeri për ne, pse nuk shikon njeri për ne. Këto janë raste që duhet shikuar vërtet. Për mua organizimi i festivaleve tipologjike që organizohen nga institucionet e Ministrisë Kulturës duhet ta rishikojnë dhe duhet me njëherë të bëjmë vlerësimin e duhur edhe në pagesat që u bëjnë këtyre interpretëve. A mbyll me një mesazh zoti Gjykoj, çfarë do kërkoje artistëve të rinj, pushtetit dhe gjithë atyre të cilët e ndjekin si E para është që ne duhet ta trashëgojmë këtë vlerë, këtë dukuri shpirtërore, ne duhet ta vlerësojmë këtë jo thjesht si një shërbim të pasionit ton personal, po edhe si një obligim, si një detyrim që ne kemi, si një gjë që na ka ardhur nga të parët ta, nga baballarët ta, nga gjyshtë sërgjyshit. Pra,
Kjo është e para, që ne duhet ta kuptojmë këtë si një mision. E dyta, do të dëshiroja shumë që ta ruajmë ashtu siç na i kanë trashëguar të parët. Duhet, sepse jam i sigurt që sado që të bëjmë ne nuk do të bënim dot aq sa kanë bërë të parët për këtë trashëgimi. Dhe kur them të parët, them në breza, nuk them vetëm për një kohë që pati edhe festivalet jashtëzakonshme siç ishte ai Gjirokastrës, dhe jo më kot ai bëhej, sepse gjithë folklorin e kombit ai e përballte dhe çdo herë ishte në kërkim të rrënjve të atyre që ishin më të rëndësishme për këtë trashëgimi. Dhe e fundit, do të dëshiroja vërtet që organet shtetërore, institucionet, kur është rasti për të bërë vlerësime, ta bëjnë ashtu siç duhet, me shumë dinjitet dhe me shumë seriozitet, sepse vërtet meritojnë këta njerëz për t'u vlerësuar edhe financiarisht. Faleminderit shumë. Faleminderit.